Gjatë procesit të rigjykimit në apelin e posaçëm të kopshtarit të Golden Resort Festim Bezdili, i akuzuar për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, avokati i tij ka pretenduar se SPAK ka gabuar në interpretimin e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë së garazhit, ku mbaj trupi i Pajeti, babait të 3 fëmijëve. Festim Bezdili nuk është ngjitur në makinën që ka transportuar pengun. Në orën 18:30 minuta, makina që transporton pengun ndizet dhe bëhet gati të largohet, por Bezdili nuk ka hyrë në atë makinë, tha avokati. Ai theksoi mëtej se Festim Bezdili e ka pranuar se ka ndihmuar rrëmbyesit për të transportuar trupin e Pajet të pengut nga njëra makinë tek tjetra brenda garazhit. Jan Prenga u rrëmbye në Kamës me një makinë luksoze Range Rover dhe pasi u mbajt për orë të tëra në garazhin e kompleksit Golden Resort, u nxor prej andej me një furgon dhe u varros në një vend të fshehtë. Avokati kërkoi gjykatës që të kthyer në seancë pamjet filmike në funksion të dhënies së një vendimi të drejtë, por prokuroria e posaçme tha se Festim Bezdili e ka nxjerrë trupin nga makina dhe e ka mbështjellë me qese të zeza. Kopshtari sipas SPAK ka dalë nga kompleksi me makinën me cilën u transportua pengu dhe është kthyer sërish, duke kryer veprime të tjera siç është pastrimi i vendit të ngjarjes. Mëtej në seancë u paraqit Aldo Majnishta, bashkë i pandehur në një proces të lidhur. Majnishta akuzohet se është një nga rrëmbyesit e Jan Prengës, por ai refuzoi të dëshmonte, duke përfituar nga e drejta që i jep ligji. Gjykata urdhëroi ndërkohë që të shoqërohet me forcë Dritan Rexhepi, i cili nuk ishte paraqitur, pasi kërkonte të kishte të pranishëm edhe avokatin. Për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në një proces të ndarë po gjykohen Dritan Rexhepi, Gentian Doçi Funiçi, Aldo Majnishta, Martin Bleta, Korado Gështenja dhe Artan Doçaj, po ashtu për të njëjtën çështje po gjykohet edhe pronari i Golden Resort, Altin Hajri. Sipas prokurorisë posaçme, Dritan Rexhepi dhe Gentian Doçi Funiçi urdhëruan rrëmbimin e Jan Prengës, pasi vëllai i tij kishte vjedhur në Britaninë e Madhe një sasi prej 260 kg kokainë që u përkiste atyre.